Kryetari i Drenasit, Ramiz Ladrovci, ka reaguar ndaj zërave për përjashtimin e tij nga Partia Demokratike e Kosovës, duke i quajtur ato tendenca të kota. Në një postim në Facebook, Ladrovci tha se është i përkushtuar ndaj vlerave të kombit dhe qytetarëve të tij, duke theksuar se politika për të nuk është bukë e mykur dhe se ka vepruar me nder që nga rinia e hershme. Ai kritikoi analistët e paguar që sipas tij po tentojnë ta njollosin, duke shtuar se boja e zezë që ata bartin do të mbetet pronë e tyre. Ladrovci uroi kandidatët e PDK-s për fitore në zgjedhjet lokale dhe theksoi se fitoria e tyre është fitore për heronjtë e luftës dhe paqes. Po u ndal PDK, ndalet Kosova, tha ai, duke shtuar se do të vazhdojë betejën për forcimin e partisë dhe të shtetit me vlera euroatlantike. Në vim, postimi i tij plot. Tendenca për të më larguar nga PDK-ja është e kotë. Mendim kam pasur edhe kur isha i ndaluar, veprim kam pasur edhe kur isha i ndëshkueshëm. Aksion kam ndërmarr edhe kur mund të më kushtonte me jetë, prandaj kam thënë vetes ndjek rrugën e nderit, pavarësisht në çmimit. I disiplinuar, por kur duhet eksploziv, veti karakterit të cilin e kam paguar dhe bartur me dinjitet, ndërsa politikën nuk e shoh si bukë të mykur, as si bukë që marr nga maxhja e huaj. Nga fillimi, sqarimet për veprimet e mia para qytetarëve të komunës nga zemra e Kosovës janë të panevojshme, sepse më njohin, ashtu edhe për miqtë e dashamirësit gjithandej trojeve shqiptare. Jam i përkushtuar për interesin e përgjithshëm, ashtu sikur për kombin tim, për të cilin nga rinia e hershme dhash dëshmi. Çdo angazhim e kam të lidhur me vlerat që ja sjelli qytetarëve të mi dhe kombit tim. Këtë e kam dëshmuar para, gjatë dhe pas luftës çlirimtare. Sot ndihem mirë, po jo i vetkënaqur. Për më shumë energji ka nevojë vendi dhe PDK-ja, ashtu si të gjitha forcat politike për një Kosovë më të mirë. Vendi ka nevojë për më shumë mirëkuptim, unitet, tolerancë e nderime për të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen, më shumë nderim për veten dhe mundime të mëdha për të arritur deri këtu, bashkë me aleatët. Sot para matjes finale në zgjedhjet lokale, mendoj se analistët e paguar për të më nxjerrë jashtë PDK-s e kanë të kotë. Tendenca për të më njollosur nga disa anë është e padobishme dhe boja e zezë që ata persona bartin kundër meje do të mbetet pronë e tyre. Kandidatëve të PDK-s, miqve të mi, me zemër e shpirt ju uroj fitore. Shaqes, Arjanit, Sokolit, Feritit, Sabedinit dhe Shabanit. E di se ky deklarim disave nuk ju mjafton, as nuk ju pëlqen, por ky jam unë. Tjerat janë manipulim për llogari të keqbërësve. Prandaj, fitoria e kandidatëve të PDK-s do të jetë fitore për heronjtë tanë të luftës dhe paqes, do të jetë fitore për themeluesit dhe ndërtuesit e shtetit, të subjektit politik, i cili nuk guxon të ndalet, po u ndal PDK-ja, ndalet Kosova. Gatishmëria ime është e madhe për betejën pas të dielës, për të vërtetën, fuqizimin para sfidave që na presin, mundësive të rigjetjes së energjive për t'i prirë me dinjitet ideve për shtetin e Kosovës me vlera euroatlantike, në rrethana të cilat krijohen jashtë mundësive të mia. Kosova është e para, andaj, veprimet e kushtëzuara të lidhura me shkaqet aktuale të organizimit dhe hierarkisë politike ngrejnë çështjet më të mëdha se fati im politik. Misioni disa keqbërësve për të më anatemuar dhe për të më nxjerrë nga subjekti politik, të cilit ja dhash më të mirën nga vetja, bashkë me qytetarët e Drenasit dhe bashkëpunëtorët, do të dështoj, ashtu siç dështuan manovrimet e pakurrizorëve më 12 tetor. Kontributin tim jetësor në rrugën e përbashkët me bijat e bijt më të mirë të kombit nuk mund ta zbe askush, as mercenarët, as profiterët e rastit. Këtë rrugë kam detyrim për të shkuar ende të tashmen për një të ardhme më të mirë për shtetin dhe kombin.